Këtë këngë duke pritur këngëtarin humoristin Ramadan Erken dhe i thomi mirëmbrëma Ramadan. Mirëmbrëma e përshëndetje nga unë Ramadan Reka. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhi nderuar. Faleminderit, mirë si u gjithë, si jeni dhe si po kaloni? Mirë. Si kemi Ramadanin sot? Po mirë, faleminderit, unë gjithmonë jam mirë, kur jam dëgjues të mrekullueshëm, kur e kemi të madhin gonin që është shtylla dhe legjenda e kombit shqiptar, se jo vetëm me radio, po kjo është edhe kombit sepse bën një punë të palosshme, një punë që çdo kush s'e bën këtë punë, pa e harruar edhe DJ Bunushin edhe ai që është e pashtershme që non-stop domethënë gjinat pran dëgjuesve dhe domethënë pran valve të Radio Yjev. Me vërtet, unë mbështet në përshëndetje edhe të tua dhe për me çka flasim për temë për Ramadan. Po flasim, s'ka problem. Sa i besoni shoqërisë në mes të Facebookut, apo nëpërmjet Facebookut, apo nëpërmjet rrjetet sociale, si dush ta fjelloj? Po kështu në për shembull që sa më besojnë ato mund që ju besoj aty në vone. Domethënë nëse ato kanë besim te unë atëherë edhe unë java besimin 2 herë. Ama nëse ato s'kan besim te unë, atëherë unë mahit si besoj, sepse Facebooki nuk është për mi besue. Facebooki është gjaja më e keqe, domethënë që është mashtruese, vjellse, hajdute, dvjell. He me foto false aty me iman false, edhe ty të knaqet të kesh të bëhe gari ty të jep atë lumturinë që bën nakis ta ka dhënë as familja jote, ai total me ty ti kujtos se ai po më do e po masi an tjetër anon, domethënë është vetëm rrein, mashtrim. Të vjedh, të nxjerr llafe, tani domethënë në Facebookin që shoh unë para mendimi jam që Facebooki është domethënë edhe domethënë shtes, që të shtimu për lau me shish një gjatë lafe, pa në kihes pa thonë gjatë lafe, domethënë Facebooki ka të në të këshijat, po me ditë me përdor, të në këthejat pytja me ditë me përdor për të mirë Facebooki është shumë më e mirë se çdo gjë, se Facebook domethënë e ke pa çdo gjë, Facebook për shembull i chat, sikur lajmet, sikur ato me ditë me përdor ki gjëra të mira që mëson shumë gjëra pe Facebookit. Po, si është Facebooku është sikur ta përdorësh gjithmonë në anën pozitive, nga e mira që se një nga e keqja, kështu që njeriu do të marrë gjithmonë anën pozitive. Tret në barët se çish e përdor edhe për çka e përdor. Shumë e vërtet. Se nuk është puna vetëm ti thush Facebooki kështu, Facebooki ashtu, mirë po do të mi pa edhe gjanat negative, do të mi pa pozitive, se ku ti kesh gjanat negative, më shumë ka negative, se si ka dalë ki Facebooki, domethënë kanë rrjedh shumë probleme, shumë familje janë nda, kanë lënë shumë fëmijë jetima, domethënë ka shkatruar shumë gjëra. Ata që s'kan ditë me përdor ose që s'kan pas men në krye, sa ai që ka men në krye, unë mund në mutal natë ditë në Facebook, po me familjen time kur s'prishna. Shumë vërtet, familja është gjoja më e shtrenjtë në botë. Unë thash sa më respekton ai mua në Facebook, çka që respektoj. Me bë me hin gjëra negative me mua, o ki më thon njëri më prish se ky spa në tokë në Facebook. Çka s'foli? Ta baj kështu asfalt me 2 vjet bardha që s'ka fjalë që s'del ka goja ime për gjëra të këqija. Ramadan ka shumë respekt për ti, apo na vjen me nej konga, nej humora, nej. Po me çka dush vimi? Hajde me një humor ndash kong, ndash. Hajde thëm Facebook. Sa ta mashtron e sa shumë në rren. As një ditë të barë se pash. Shumë rrena e qivija janë tranu plesht edhe thminja. Plesh e plaka në Facebook të hin. Laj lafe shkrujnë aty. Njani tjetrin e mashtrujnë. Ata qeshin, buseshin dhe balzojnë. Kur ta vjeç sa vjet i ki, ajo është i vjetër i ka 72-3, po në Facebook thot i kam 17 vjet ty. Ti ndalesh edhe gëzohesh, të mbushet zemra plot dashuri, e jeta një vajzë të re në Facebook aty. A nuk e di që të ka mashtrue? Ajo është mashkull, po të femrës ka vnue. Ah, Facebook o faqezi, qysh në ndave, në i prishe jetën ti. Sa shumë njerëz janë nda, sa zemra pas kanë qau, sa fëmijë tima kanë bet, nga ky Facebook i shkret. Unë habit në befasi, kur him Facebook thot aty, i marr komente ti lexue, as me grues jam të bisedue.
Në halet gruja dhe më shiqkan, sikur të më kish armik o të më thonë, po qysh një fjalë se flet me mua, e me tjerat hallakam të quë. Nuk pe di e shok të mi, na ka prish Facebookin kry, na ka prish, na ka tranue, i harrën fëmijë dhe grue. Edhe gruja në tjetrin qësh, diçka livrit, nuk e di çka po përshpërit, nuk e di me ka të shkrue, ndokët edhe ajo të mashtrue. Këtë gjona i ka Facebooki, shoke vllazër po ju tregoj, nashti pak hajgare e poezi pe baj, po të vërteta janë sahi, shumë gra janë nda e burra prej fëmijëve ti. Prandaj unë po ju këshilloj, fort Facebookit mos mi besue, mos i beson një shok të mi, po çoje jetën me lumturi, me gruan tone e me ata fëmijë që i kin shtëpi. Të lumtuja Ramadaneka, si gjithmonë, me këngë, me poezi dhe me humor të tuaj. I ke të qastit, kështu si je gjithmonë i nderuar nga unë Shpresa Studia numër 2 nga Franca dhe nga stafi Radio Je Danimark. Shumë faleminderit, Zoti është përbleft, Zoti e bekov për punën, mundin që e bani, sepse e vëni një punë shumë të mirë, shumë të lezetshme, kështu në që domethënë gjithmonë jeni pranë dëgjuesve dhe mundoni me dhënë maksimumin për dëgjuesit, sa më mirë t'i argtojmë, sa më mirë t'i bashkojmë, sa më mirë t'jemi të lumtur mes veti, edhe t'i lajmë ato në përqamjet, rrenat, mashtrimet, po t'jemi njerëz origjinal ashtu siç na ka kriju Zoti, me emën të vërtet, me fatë të vërtet, edhe me sjellje të mira edhe reale, drejta qysh në kam mësu familja, e mos të marrë me sjellje rrënësake me rrejt, se Facebooki o kitë rrejna të mashtron të rrejt, e na mos të bëmi njerëz të Facebookit, po të bëmi njerëz ashtu siç na ka kriju Zoti. Shumë respekt Ramadaneka për gjithmonë që i këtu pranë neve, pranë Radio Je Danimark. Faleminderit, Zoti ju bekoft, e natën e mirë. Natën e mirë, gjithashtu edhe ti kalosh një natë mirë pranë neve, pranë Radio Je Danimark. Pra të dashën dëgjues, ishim me humoristin, këngëtarin dhe Ramadan Reken, që është gjithmonë këtu pranë neve, pranë Radio Je Danimark.